Sot kemi përshindje këtë CLA 45 AMG e 2016-ës. Kjo është facelifti, kjo është pak më e fuqishme se ato të para të fare, po kësaj janë bodhe ca gjona që di shohim pastaj. Përpara është më agresive normalisht se CLA-t e thjeshta. Ka këtë pjesën këtu, e ka me këtë ngjyrën gri, me grilën e AMG-s, sensorët e parkimit, fener t'i ka Big Xenon, kësaj janë vu distancier që në Amerikë, janë vu këtu, të 4 goma, t'i ka pak më të dalme dhe mush të harkun. Goma t'i ka Pirelli, të 4 të në gjendje shumë mirë. Distet t'i ka 18-që, ta më gësë dvetat. Gjamat e zi mrapa i ka me leje. Shumë e pastër, këto distancier t'i kanë dhonë pak më shumë pamje se e kanë gomat zakonisht nga fabrika pak më të fut me mrena. Edhe mrapa ka këtë difuzorin e vetë edhe marmitat që shika. Kamerën e parkimit që del të poshtë, këtë bishtin e karbonit. Shumë e pastër, do shohim edhe motorin, se kësaj është bo edhe state. Kjo është motori 2000, 4 pistons me turbo AMG-s. është hand-built, ka këte firmës tamo motor AMG-je. Stok ka 381 kuaj fuqi edhe 475 Nm tork. Kësaj është bo stage 1 ECU-je edhe kamjës të CU-ja, ka shku diku të 420 kuaj edhe 520 Nm. Janë heqë dhe katalitat, që që boj qik zhurë më shumë se standartja, po e madhe qeku nes vetëm për asaj, për katalitave. Shumë motori fuqishëm, 4 matik është, kamin e ka MCT, dual clutch, shumë e shpejt edhe ndrim marshësh. Tani ta shohim edhe interiorin, është me keyless go, hapet mbyllet me çelës në xhep, 3 konçat në pasqyrë, audio në Harman Kardon, sendilet elektrike me memorie, me këto qepjet e kuqe. Është edhe me lambar support me fryrje ka këtë butoni këtu. 206.000 km, zhurmën e bëj qik më shumë se standardja si ka teq me katalitat, për atë punë e madhe qekun. Flat bottom timonin, rafsh poshtë, plus minusat pedal shifterat, sedilet me ngroje, klimën me 2 zona, të kontrollo këto të kësaj, kamerën mrapa. Comfort Sport, Sport Plus edhe individual, me qepje sedilesh, panoramike lartë, shumë e pastër, këtë pjesën këtu e ka karbon. Tapicerin shumë pastër, në mes është shu si Alcantara, anash, lëkure dhe me këto qepjet e kuqe. Këto i ka leg extensions manuale. Edhe mrapa tashi, kjo është makinë e vogël, po vend për kohë më të ke, për kohën pak më pak kur je i gjatë, po shumë e pastër si tapiceri, air ventat i ka edhe këtu mrapa. E lezetshme, është makinë e mirë për kategorinë e vetë. Çmimi për këtë CLA 45 AMG është 16.000 euro. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.